Projekti për ndërtimin e parkimit nën-toksor në Vlorë në zonën e Skelës ndodhet aktualisht në fazat e para të zbatimit, ku po përgatitet ngritja e kantierit. Ky investim pritet të përfshijë jo vetëm hapësirat përreth, por edhe territorin përpara Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, duke bërë të domosdoshme marrjen e një stërmasash për të garantuar funksionimin normal të jetës akademike. Për shkak të ndërhyrjeve që do të kryhen në këtë zonë, autoritetet dhe zbatuesit e projektit kanë nisur ndërtimin e rrugëve provizore, të cilat do të mundësojnë aksesin dhe lëvizjen e studentëve, pedagogëve dhe stafit administrativ. Gjithashtu është ndërmarrje dhe prishja e shkallëve të godinës qendrore, ku ndodhet rektorati dhe fakulteti ekonomik, me qëllim krijimin e kalimeve alternative dhe sigurimin e qarkullimit gjatë periudhës së punimeve. Sipas burimeve nga kompania zbatuese, këto ndërhyrje janë të përkohshme dhe do të zgjasin deri në përfundimin e ndërtimit të parkimit nën-toksor. Pas përmbylljes së projektit, territori përpara universitetit do të rikthehet në gjendjen e mëparshme, duke ruajtur funksionin e tij si një hapësirë publike e rëndësishme për qytetin. Në fakt, projekti synon jo vetëm zgjidhjen e problemit të parkimit, por edhe përmirësimin e cilësisë urbane të zonës. Në sipërfaqe parashikohet kalimi një hapësire rekreative të hapur për qytetarët, e cila do të shërbejë për aktivitete të ndryshme, sociale dhe kulturore. Kjo qasje synon të ndërthurë funksionin praktik të parkimit me nevojat e komunitetit për hapësira të gjelbra dhe rekreative. Një tjetër element i projektit është ndërtimi një strukture strehe në skajin perëndimor të parcelës. Në këtë hapësirë do të vendosen ambientet mbështetëse, si dhe vendet dedikuara për parkimin e biçikletave, duke inkurajuar përdorimin e mjeteve alternative të transportit dhe një stili jete më të qëndrueshme. Sa i përket kapacitetit, parkimi nën-toksor do të ofrojë gjithsej 295 vende parkimi. Nga këto, 5 vende do të jenë të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara, ndërsa do të parashikohen edhe hapësira për automjete elektrike, duke reflektuar tendencat moderne të zhvillimit urban dhe mbrojtjes së mjedisit. Projekti ka një fond limit të përllogaritur prej 595 milion e 232 mijë lekësh dhe është hartuar në bazë të kërkesës së Bashkisë së Vlorës. Në të rësi, ky projekt përfaqëson një ndërhyrje të rëndësishme të zhvillimit të Vlorës, duke synuar jo vetëm lehtësimin e trafikut dhe mungesës së parkimit, por edhe krijimin e një mjedisi më funksional, të gjelbërt dhe më të aksesuar nga qytetarët.